Në këtë ambient ne kemi të ftuar një figurë të shquar, ai është pastor, është mësues, është udhëheqës për kishmbjelljen në rang global, është një trajnues i pastorëve dhe themelues i disa kishave në 6 kontinente të botës. Dekan dhe profesor i udhëheqësisë dhe shërbesës së krishterë në Shkollën e Teologjisë Talbot në Universitetin Bajola, një akademik i shquar, autori i disa dhjetra librave, kryeredaktori i Outreach Magazine dhe rregullisht shkruan për media të njohura si USA Today dhe CNN. Kemi nderin të kemi këtu zotin Dr. Ed Stetzer, vjen nga Kalifornia. Faleminderit që jeni këtu me ne, është një privilegj të të kemi në këtë intervistë. Thank you for joining with us today. Faleminderit. Si e përjetuat thirrjen për t'i shërbyer Perëndis? Si erdhi kjo thirrje në jetën tënde? Pra për t'i shërbyer Perëndis në një mënyrë shumë të gjerë, në një shërbes shumë të suksesshme. Well, I started just planting churches. I was a church planter. I started 6 churches as senior pastor. Siç e dini, unë fillova duke mbjell kisha. Isha një mbjellës kishash. Kam filluar 6 kisha si pastor kryesor. Por kur isha rreth 20 e ca vjeç, vendosa të trajnoj pastor dhe lider kishash. Kështu që fillova të bëj disa studime shtesë. Kam marrë disa diploma masteri, ndërsa isha në pjesën veriore të Shteteve të Bashkuara, dhe pastaj mora një doktoraturë. Një ditë mora një telefonat nga një pastor me emrin Rick Warren. Ai është një pastor i njohur dhe më kërkoi të lija kishën time dhe të bëhesha profesor i mbjelljes së kishave. Dhe kur isha atje vazhdova të studioj dhe mora një tjetër doktoraturë. Dhe përfundimisht shkrova më shumë mbi kërkimin, kuptimin e kulturës dhe mendoj vazhdova të merrja ftesa për të folur në vende të ndryshme dhe të shkruaja materiale dhe pata kënaqësinë ta bëja këtë. Dhe tani kam privilegjin të jem këtu në Shqipëri dhe të shoh gjithçka që Zoti po bën këtu. Lavdi Zotit, pastor, në gjithë të vite shërbes, çfarë ju ka mbajtur? Edhe në ato momente kur ndoshta mund të jeni ndjeri i lodhur ndonjëherë? I would say first and foremost, it's a deep, abiding commitment to growing in Christ. E dini, do të thosha se para së gjithash është një angazhim i thellë dhe i qëndrueshëm për të rritur në Krishtin. Mendoj se në fundit ka shumë gjëra që mund të bësh, por ajo që duhet të jetë e përbashkët me të gjithë ndjekësit e Jezusit është që ata duhet të qëndrojnë tek hardia. Jezusi tha, unë jam hardia, ju jeni shërmendët. Kështu që mendova, si pastor dhe drejtues kishe, unë kam parë shumë pastor dhe lider kishe që janë tharë shpirtërisht ose kanë dështuar dhe kanë bërë gabime që tani, e dini, kanë rënë nga shërbesa. Kështu që për mua është ajo marrëdhënie e vazhdueshme me Krishtin, por nuk është vetëm ajo. Sigurisht që është ajo dhe kur nuk e harroj faktin që Jezusi vdiq në kryq për mëkatin tim dhe në vendin tim, që kam një jetë të re në Krishtin, që fryma e shenjtë banon brenda meje dhe mund të eci në marrëdhënie me Zotin. Kështu që kjo është një pjesë e bukur e saj, por gjithashtu është edhe marrëdhënia me të tjerët gjithashtu. E dini, për mua unë jam gjithmonë i angazhuar në një kishë lokale. Krishtërimi nuk është bërë për të qenë një sport solo, është një sport në skuadër. Kështu që të jesh në një kishë, në një komunitet, unë kam qenë pastor. Tani jam dhe punoj me një pastor. Me fjalë të tjera, jam pjesë e stafit të kishës, por kam një pastor. Kam pleq që flasin në jetën time. Kam marrëdhënie me njerëz që janë miqësi afatgjata dhe marrëdhënie përgjegjësie. Dhe natyrisht, duke qenë i martuar, unë gjithashtu kam qenë i martuar me Donën. Jemi të martuar prej 38 vitesh dhe ajo është partnerja ime në shërbes dhe shoqëruesja ime gjatë gjithë rrugës. Kështu që nëse do t'i përmbledhja të treja këto, e dini, janë marrëdhënie. Marrëdhënia me Zotin, marrëdhënia me komunitetin e kishës, marrëdhënia me familjen time, ato që më kanë mbajtur të qëndrueshëm. Dhe e dini, nuk është gjithmonë e lehtë të balancosh prioritetet në jetë, por gjithashtu e kuptoj se pothuajse çdo punë që kam, tani jam dekan i një seminari dhe e dini, është një kënaqësi. Ai është seminari i tretë më i madh ndërdenominacional në botë. Më pëlqen fakti që po trajnojmë studentë nga gjithë bota. Kemi një deg në Kiev të Ukrainës. Më pëlqen fakti që kam studentë nga gjithë bota. Por në fund të ditës, një ditë unë do ta lë atë punë. Dhe dini, do të dal në pension ose do të merrem me diçka tjetër. Ka disa marrëdhënie që nuk i lë kurrë. Marrëdhënia ime me Zotin, marrëdhënia ime me popullin e Zotit dhe atë që quhet kishë, dhe marrëdhënia ime me familjen. Kështu që kur jemi të qëndrueshëm në këto vende, kjo të çon mendoj në shëndet afatgjat dhe shërbes. So staying grounded in those places leads, I think, to long-term health and ministry. Pastor, na trego pak për fillimet e tua të besimit, si nisi jeta jote me Jezusin, je rritur në një familje të krishterë? I didn't grow up in a Christian home. My family were what we call nominal. Unë nuk jam rritur në një familje të krishterë. Familja ime është ajo që ne e quajmë të krishterë vetëm me emër. Kështu që ishim irlandez, ishim katolik irlandez, por ne nuk shkonim në kishën katolike të dielën. Pra nuk shkonim në kishë, nuk angazhoheshim në asgjë që kishte të bënte me besimin, përveç festës së Krishtlindjes dhe të Pashkës.
Një ditë familja ime ishte në një kohë të vështirë dhe nëna ime, duke kuptuar disa nga sfidat që po kalonte, filloi të frekuentonte një kishë dhe dëgjoi ungjillin. Nuk kaloi shumë kohë dhe fillova të përfshihesha në telashe si një djalë i ri në moshën e rinisë dhe nëna ime më tha se donte që unë të isha një krishter. Por unë nuk isha, as baba im nuk ishte i krishter, as vllai dhe as motra ime. Ne ishim në një botë tjetër. Kështu që nëna më tha se isha i ndaluar, që do të thotë se nuk do të dilja dhe mund të qëndroja në shtëpi të gjithë javën ose të shkoja në këtë kamprinie në kishë. Kjo ishte mënyra e saj për të më bindur ose për të më bërë të shkoja. Kështu që thash, "Okej, do të shkoj në këtë kamp kishe." Shkova. Nuk doja të dëgjoja. Thjesht qëndroja aty me duart kryqëzuara gjithkohën. Por të premten e asaj jave, sapo ishim shpërngulur. Unë kam lindur në qytetin e New Yorkut, pak jashtë dhe u shpërngulëm në Florida, afër Disney World. Jetoja afër, por nuk shkoja shpesh, sepse nuk mund ta përballoja. Nuk kisha miq. Jeta ime ishte një kaos. Familja ime kishte probleme. Dhe kështu folsi në natën e fundit atij kampi rinie, tha se nëse doni të shkëmbeni jetën tuaj të mangët me jetën e përsosur të Jezu Krishtit, mund ta bëni këtë. Mund t'ia jepni jetën tuaj atij. Dhe unë kështu bëra. Ata kënduan një këngë, "Kthej sytë tek Jezusi." I ktheva sytë e mi tek Jezusi dhe e pranova Krishtin. E besova si shpëtimtarin tim. Rrëfeva mëkatin tim, i besova atij si Zot. Dhe nuk kam kthyer më kokën pas që atëherë. Të rritesh në një familje kryesisht jo të krishterë, kështu që vendosa të isha plotësisht i angazhuar. Dhe për mua ishte një pikë kyçe kthese në jetën time dhe nuk do ta harroj kurrë faktin se Jezusi më shpëtoi dhe më ndryshoi dhe pata privilegjin të përgjigjem hirit të tij me anë të besimit. That was a key turning point in my life, and I never forget the fact that Jesus saved me and he changed me, and I had the privilege of responding to his grace through faith. Çfarë dëshmie? Le të kalojmë pak tek shërbesa juaj. E thash dhe në fillim në hyrje të kësaj interviste, keni mbjellur disa kisha në pothuajse 6 kontinente të botës. Çfarë ju ka nxitur që të shkoni drejt kishëmbjelljes dhe formimit të liderëve të rinj? The first church I started was actually Donna and I were both 21 years of age. We were Kisha e parë që themelova ishte kur isha 21 vjeç. Unë dhe Dona ishim të rinj dhe ishte çmenduri të themelonim një kishë në një moshë kaq të re. Por denominacioni nga vi nuk kishte një proces të fortë akreditimi. Kështu që më dërguan atje për të themeluar një kishë. Dhe ne u shpërngulëm në qytetin e brendshëm të Buffalo, New York, që në atë kohë ishte qyteti që po zvogloi më shpejt në Amerikë. Shumë i varfër. Ky ishte momenti kur Zoti na thirri. Dhe thirrja e tij në zemrat tona ishte të shkonin dhe të arrinim ata që ishin në nevojë, ata që nuk kishin shumë. Dhe ata ishin të hapur ndaj ungjillit sepse, po pse jo, çfarë tjetër kishin? Nuk ishin të suksesshëm sipas standardeve të botës. Kështu që ne predikuam ungjillin, vizituam fqinjtë tanë, trokitëm në dyer dhe filluam të themelonim kisha. Kështu që shumica e shërbesës sime në fillim ishte themelimi i kishave. Themelova një kishë në Buffalo, pastaj u shpërngula disa orë më poshtë dhe themelova 3 kisha në Erie të Pennsylvanisë. Por pastaj për mua, siç përmendet, zhvillimi i udhëheqësve, jeta ime ndryshoi. Pas 10 vjetës shërbes në themelimin e kishave, përfundova duke trajnuar udhëheqës. Dhe më pëlqen të trajnoj udhëheqës. E shoh këtë si një thirrje të dytë. Shikoj vargje si 2 Timoteut kapitulli 2 vargu 2. Dhe ato që dëgjove nga unë përpara shumë dëshmitarëve, jepua njerëzve besnik që do të jenë të aftë të mësojnë edhe të tjerë. E shoh si një thirrje të dytë sepse e shoh si një thirrje për të ndihmuar të tjerët të rriten dhe të zhvillohen. Dhe tani jam një dekan i një seminari dhe kam mundësinë të trajnoj burra dhe gra nga e gjithë bota për të lullzuar në shërbesën e tyre. Por mendoj se për të gjithë ne, nëse të gjithë do të marrin përsipër këtë barr, përgjithësinë dua të them, nëse je një ndjekës i Jezusit dhe ke ecur me Zotin për një kohë, mendoj se ti gjithashtu ke një thirrje të thuash si mund të rrisë dhe udhëheq të tjerë drejt Krishtit. Si mund të rrisë dishepuj? Si mund të bëjmë këto gjëra së bashku? Pra për mua është një zgjerim i thirrjes së dishepullit. Nëse je një ndjekës i Jezusit, pjesë e rolit tënd është të tregosh të tjerëve për Jezusin dhe të shumosh veten ata dhe pastaj të shumosh dishepuj. and then multiply disciples. Duke qenë se keni udhëhequr kishëmbjellje në disa kontinente, si ndryshon mënyra të bërit shërbes nga njëri vend në tjetrin? Well, no, even here I'm in Albania talking about church planting, but Edhe këtu jam në Shqipëri duke folur për themelimin e kishave. Por e dini, themelimi i kishave në Afrikë duket ndryshe nga themelimi i kishave në Shqipëri apo në Amerikë. Mënyra se si themelojmë kishat përcaktohet shumë nga mënyra se si njerëzit do të përgjigjen ndaj saj. Pra një vend si Shqipëria, që është shumë më sekular se Amerika, gjithashtu me një prapavi muslimane që Amerika nuk e ka, ndoshta është ndryshe. Ndoshta merr më shumë kohë në disa mënyra. Njerëzit mund të bëjnë më shumë rezistencë. Ndërsa nëse po planifikoni të themeloni një kishë në Brazil tani,
njerëzit janë jashtëzakonisht të hapur ndaj themelimit të kishave. Kam parë ndryshimin duke trajnuar themelues kisha në 6 kontinente. Është i njëjti Ungjilli, por njerëzit në kultura të ndryshme përgjigjen ndryshe ndaj tij. Kur ndaj Ungjillin me dikë që nuk është besimtar ose ndoshta beson në një fe tjetër, pjesërisht duhet u them atyre, le të shohim për çfarë bëhet fjalë me të vërtetë në lidhje me Krishterimin. Por kur shkoj në Brazil, njerëzit tashmë e dinë dhe ndoshta thonë, më duhet dikush që të më ftoj. Kështu që i ftoj ata të ndjekin Jezu Krishtin, ata e ndjekin dhe themelohen kisha. Ajo që do të thoja është se në varësi të vendit ku ndodheni, mund të duhet më shumë kohë. Ndonjëherë duhet përballeni me pyetje që njerëzit e tjerë nuk i kanë. Për shembull, ne besojmë në një Zot, krijuesin e qiellit dhe të tokës. Por si të krishterë, ne besojmë se Zoti dërgoi birin e tij. Besojmë se biri i Zotit lindi nga një virgjëresh. Për disa njerëz, çfarë do të thotë kjo për ata? Duhet u shpjegojmë. Kështu që durimi për të shpjeguar se çfarë do të thotë që Zoti ka ekzistuar gjithmonë si Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë, por Ati dërgoi birin që lindi nga një virgjëresh, jetoi një jetë pa mëkat, vdiq në kryq për mëkatet tona dhe në vendin ton, dhe Zoti e ngjallë atë nga të vdekurit në ditën e tretë. Pra të shpjegosh të gjitha këto për një person që nuk beson dhe mund të ketë një perceptim të gabuar për Krishterimin, është e rëndësishme. Një numër i konsiderueshëm njerëzish në botë janë të habitur nga ideja që Zoti kishte një bir. Por ne e kuptojmë se çfarë ndodh aty. Bukuria e kësaj është se në fundit Jezusi ishte plotësisht Zoti dhe plotësisht njeri. Dhe ai vdiq në kryq dhe kjo ndryshoi gjithçka. Fully man, and he died on the cross, and that changed everything. Pastor, në këtë ecje të gjatë, të këtë ecje me Zotin, si e ke parë dorën e Zotit në jetën tënde? Well, there are hard times and there are good times, you know? So Ka periudha të vështira dhe ka periudha të mira. Kështu që këto muajt e fundit kanë qenë vërtet të vështirë për mua. Gjatë 18 muajve të fundit, babai im ndroi jetë, njerëku im ndroi jetë dhe vjerri im ndroi jetë gjithashtu. Dhe nuk e prisja. Ata të gjithë ishin në të 80-tat e tyre. Kjo është mosha ku njerëzit shpesh ndrojnë ose jetojnë aq gjatë. Por për mua ka qenë e vështirë, për fëmijët e mi dhe për mua. Kështu që e kupton se jeta e krishterë nuk është gjithmonë për periudha të lumtura. Unë nuk jam i lumtur gjithmonë, por kam këtë paqe të qëndrueshme. Jezusi tha se kjo paqe do të kalonte çdo kuptim. Prandaj për shkak të kësaj paqeje të qëndrueshme, mund të di me besim se Zoti ka një plan, se Zoti është në kontroll. Ai nuk premtoi lumturi të përjetshme, por ne kemi një paqe që kalon çdo kuptim. Madje Pali na shkruan: mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë me lutje dhe falënderim bëni kërkesat tuaja të njohura te Zoti, dhe paqja e Zotit që kalon çdo kuptim do të ruajë zemrat dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. Kështu që për mua ky është një pasazh kyç në kohra të vështira dhe të mira. Më pëlqejnë kohrat e mira. Më pëlqejnë përvojat në majt malit. Por Zoti është gjithashtu në luginat dhe ai është aty me ne gjatë kohërave të vështira dhe të mira. Dhe kjo ka qenë për mua kur ecem me Zotin për aq kohë sa kam qenë një krishter. Për më shumë se 40 vjet pa e mësuar se duhet pushosh në paqen e tij në kohë të mira dhe të vështira. With the Lord for how long have I been a Christian? For 40 plus years without knowing that you have to rest in his peace in the good times and the bad times. Ju jeni një lider, jeni pastor, jeni mësues, si do ta përkufizoni udhëhesin biblike? Well, biblical leadership is probably different than leadership in general because I mean you have really Udhëhesia biblike është ndoshta ndryshe nga udhëhesia në përgjithësi, sepse do të thosha ka njerëz të këqinj që kanë qenë lider. Udhëhesia është një aftësi që mund ta fitosh. Janë mjete që mund t'i përdorësh. Mund t'i përdorësh për mirë, mund t'i përdorësh për keq. Udhëhesia biblike megjithatë është drejtimi i udhëhequr nga Fryma e Shenjtë. Ngjan më shumë me Jezusin. Pra, si të udhëheqim në mënyra që nderojnë Zotin. Ne e shohim këtë. E shohim Jezusin që u thot dishepujve të marrin peshqirin. Mendoni për peshqirin që do të pastroni këmbët. Pra, shumë besimtarë, kur flasin për udhëheqjen biblike, flasin për udhëheqjen prej shërbëtorit. Tani, ajo që është interesante është se bota është në fakt e magjepsur nga udhëheqja prej shërbëtorit. Pra në fakt, tani shihni libra të shkruar nga jo besimtar që flasin për udhëheqjen prej shërbëtorit. Po t'ju them, 2000 vjet më parë, kur perandoria romake sundonte botën e njohur, ata nuk flisnin për udhëheqjen prej shërbëtorit. Madje ideja e dëmshurisë dhe mëshirës as që nuk konsideroheshin si vlera në kulturën romake. Ato ishin vlera tronditëse të krishterëve. Pra, do të thosha se udhëheqja biblike është udhëheqje që është në fuqinë e Frymës së Shenjtë, e formuar në rrugën e Jezusit, që nderon Zotin në këtë gjithashtu. Mua më pëlqen shumë të mësoj udhëheqjen. Jam profesor udhëheqjeje në shkollën e teologjisë Talbot. Pra, ajo që i mësoj atyre është se udhëheqja vërtet ka rëndësi. Na duhen më shumë udhëheqës që janë pasues të Jezusit sot, që udhëheqin sipas mënyrës së Jezusit. Ndonjëherë ata nuk udhëheqin në mjedise të krishtera. Pra, për shembull, nëse je një udhëheqës biznesi ose punon në qeveri, çfarëdo që mund të jetë, mund ta nderosh Zotin duke udhëhequr mirë në atë kontekst. Pra, njerëzit mund të thonë, mirë, ka diçka ndryshe tek ky drejtues. Ka diçka ndryshe në këtë drejtim. Ky është lloji i udhëheqësit që dua të jem. Ky është një udhëheqës biblik. A do të kishe një këshill për ata të rinj që kanë thirrje në shërbes, por kanë frikë të hedhin hapin e parë?
Nuk mendoj se është diçka e pazakontë të jesh nervoz për të hedhur hapin e parë, veçanërisht kur po hyn në udhëheqje. Mendon gjëra si a jam un person i dur, a kam të drejta bëj këtë? Por ajo që dua të bëj, unë nuk jam më një udhëheqës i ri, por dua të ndihmoj udhëheqësit e rinj të kenë siguri. Dua t'u them atyre se kanë lejen për të provuar të udhëheqin dhe unë do të jem me ta sepse ata do të bëjnë gabime. Kjo është pjesë e të qenit një udhëheqës i ri. Jam shumë mirënjohës për disa njerëz në jetën time, njerëz që nuk do t'i njihni kurrë, por njerëz si Steve Morgan, i cili kur isha adoleshent më ndihmoi të lexoj disa libra. Ai ishte një agent sigurimesh, nuk ishte një pastor, ishte një udhëheqës biznesi dhe më mori nën krah. Ai më udhëhoqi dhe ai më ndihmoi të lexoja libra. Ai më ndihmoi të isha lloji i udhëheqësit që doja të isha. Më lejoi të bëja disa gabime, më dha leje. Pra do të thosha se nëse je një udhëheqës i ri, së pari kërko një udhëheqës më të vjetër që të ndihmoj. Kërko një udhëheqës më të vjetër që të flasë në jetën tënde, që të udhëheq, që të inkurajoj. Së dyti, provo disa gjëra. E di ndoshta kur isha në shkollë të mesme, fillova të drejtoja dhe fillova me një studim biblik në shkollën time të mesme. Dhe duhet ju them se ishte friksuese. Bëra gabime, por mësova nga ajo provoj. Dhe pastaj mund të provoja gjëra të tjera ndërsa udhëhiqja. Pra udhëheqja ndodh duke mësuar dhe mëson duke provuar dhe duke gabuar. Mos ke frikë të ndërmarrësh hapin e parë. Gjej disa mentorë që do të të ndihmojnë. Mos ke frikë të dalësh përpara si udhëheqës. Kur ka qenë pastor kontakti juaj i parë me kishën në Shqipëri? Well, this is my first experience with church in Albania, so just being... Kjo është përvoja ime e parë me kishën në Shqipëri. Thjesht jem këtu, të flas me pastorët dhe udhëheqësit, të kuptoj kontekstin kulturor. Për shembull, shumica e amerikanëve, nëse din ndonjë gjë për Shqipërinë, ndoshta din vetëm që Nën Tereza ka lindur në Tiranë. Kjo është ndoshta e vetmja gjë që din nëse din diçka, ose ndoshta din që ka qenë një vend komunist. Por nuk din që Shqipëria ishte shpallur shteti i parë në kushtetutë si një shtet laik dhe ateist në vitet 70. Nuk din për atë që ndodhi kur komunizmi dhe se tani ka një hapje. Nuk din që është në rrugën për të bërë pjesë e tregut evropian. Nuk i din këto gjëra. The European market, they don't know these things. So for me, Prandaj për mua, unë e dija disi historinë sepse kisha lexuar përpara se të vija. Por të shohësh kishat plot jetë, entuziazmin për të ndarur Ngjillin me të tjerët. Zoti ka bërë një punë të fuqishme këtu gjatë dekadave të fundit. Faleminderit Zotit për ata që i kanë shërbyer me besnikëri Zotit gjatë epokës komuniste. Por tani që ka një hapje, unë besoj se ardhmja e asaj që Zoti po bën në Shqipëri është që të përdor shkrimin në mënyrë të mbinatyrshme, përtej asaj që ne mund të kërkojmë apo të mendojmë. Kështu që kam mësuar për besnikërinë e besimtarëve dhe se si janë në veprim. Zoti është në veprim këtu. the Lord's at work here. Dhe në përfundim të kësaj interviste, cili do të ishte një mesazh për udhëheqësit shqiptar? Yeah, I would say ultimately don't... Po, do të thosha se në fundit mos u lodhni duke bërë të mirë. Këtu e kuptoj se në shumë vende ka njerëz që janë më rezistent. Këtu është më sekulare, ka njerëz të feve të tjera. Ajo që do të thosha për ju është se besnikëria afatgjat tregon se Zoti është në veprim dhe fryma e shumë fishon atë besnikëri. Kështu që nëse vazhdoni të ecni me Zotin, të qëndroni me frymën e Tij, të ecni në fuqinë e frymës së shenjtë dhe të jeni besnik si udhëheqës biblik, unë besoj se Zoti është tashmë në veprim në Shqipëri. Por gjithashtu po shohim, nuk e di nëse keni vënë re, njerëzit në Evropë dhe në gjithë botën po kuptojnë se bota moderne nuk po funksionon ashtu siç kishin shpresuar. Sapo jam kthyer nga Ukraina para disa muajsh dhe përsëri po shohim luftë në Evropë. Po shohim trazira dhe paqëndrueshmëri ekonomike. Bota është në një kohë shumë të trazuar dhe të ngatruar, dhe kjo është e vështirë. Është e vështirë të jesh i krishterë në mes kësaj, por është gjithashtu koha kur njerëzit e kuptojnë se rëra mbi të cilën kanë ndërtuar jetën e tyre është rërë që fundoset. Dhe kjo është një mundësi për ne që t'u themi atyre: "Hey, bota është në telashe, por ungjilli është ende i vërtet. Ndërtoni shtëpinë tuaj mbi shkëmbin që është Jezu Krishti." Pra, ajo që inkurajoj është vazhdoni të ndërtoni shtëpinë tuaj mbi shkëmbin si ndjekës të Jezusit dhe si udhëheqës, por gjithashtu ftoni të tjerët që të kuptojnë të vërtetat e ungjillit. Sepse në fundit, të vërtetat e kësaj bote nuk po funksionojnë ashtu siç njerëzit kishin shpresuar. Le të ndajmë lajmin e mirë të Jezusit dhe të jetojmë me besnikëri dhe fryt si ndjekës dhe udhëheqës. Let's share the good news of Jesus and let's live faithfully and fruitfully as followers and leaders. Dua të falenderoj shumë për këtë intervistë, Zoti e bekoft jetën tënde, shërbesën tënde. Thank you. Faleminderit. Faleminderit.